Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq, jemi edhe sonte bashkë në kuadër të emisioneve Fushata Zgjedhore 2025. Sonte radhen e ka alternativa, është zoti Alita Fashiku, me të cilin do të diskutojmë rreth platformës politike të këtij subjekti politik, programin që pretendon ta realizojmë në komunën e Gjakovës, bashkëpunimet dhe gjithçka që ky subjekt politik do të premtoj për bashkëqytetarët e komunës së Gjakovës. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët. Mirëmbrëma Elda, kënaqësi gjithmonë të jem prezant në studiot e të besyrit. Faleminderit. Ju njohim si një asamblist i zëshëm. Keni trajtuar qindra tema në asamblen komunale, diku keni marrë përgjigje, diku kundër përgjigje. A do thot kjo se jeni gati tashmë, keni punuar mjaftueshëm, mendoni, apo jeni gati të kërkoni votën e qytetarëve për të punuar edhe më shumë? Gjithsesi që gorat edhe zhvillimet në përgjithësi të jetës i bëjnë dallueshme edhe mandatet edhe kohën kur ne jemi të gatshëm të garojmë. Po, për një mandat e gjysmë faktikisht në Kuvendin Komunal Gjakovës jam mundu në maksimum me e përpasu atë çka e kanë kërkuar qytetarët. Domethënë edhe në gorat e zgjedhjeve lokale në këtë rast, unë shumë jam i rezervuar në aspektin e fushatës klasike, apo siç jemi mësuar me pa prej çdo subjekti politik, e tarë së fundi edhe nga kandidatët të cilët pretendojnë të jenë anëtar të Kuvendit Komunal. Këto përpaktin se opozitarizmi ose në kundërshtim bashkëqeverisja ose të qenurit anëtar i Kuvendit Komunal nuk përkufizohet edhe nuk do duhet përkufizohet me 30 ditë fushatë elektorale. Kjo shkon në BMC. Domethënë sot nuk mund të flasim për shembull për problemet që i kam ngritur në vitin 2021 ose vitin 2022, por që është BMC e përcjelljes qeverisjes lokale dhe në të njëjtën kohë nevojave dhe domosdoshmërive të qytetarëve të komunës Gjakovës, pasi që ato ndryshojnë. Ndryshojnë varësisht prej regionit, varësisht prej grupeve të interesit, varësisht prej moshes, dhe e rëndësishme është që të jesh gjithmonë në dispozicion, kesh njohuri edhe për qeverisjen lokale, edhe për përgjegjësinë edhe kompetencën që të takon si anëtar i Kuvendit Komunal. Alternativa kësaj radhe garon vetëm. A do t'ju bëjmë më të qartë shikuesve, por edhe votuesve të subjektit që ju e përfaqësoni, pse alternativa në zgjedhjet lokale vetëm, ndërkaq në zgjedhjet nacionale nuk ishte? Po, kjo ka ardhur si rezultat në nivel nacional, domethënë nuk ka të bëjë këtu vetëm Gjakova që ka bëu përjashtim. Fillimisht ka qenë edhe kërkesë apo dakordim në mes të kryetarit lëvizjes vetëvendosje, kryeministrit Albin Kurti dhe kryetares alternativës Sonjes Mimosa Kësori Lila, për dy arsye. Arsyeja e parë është që çdo subjekt dëshiron ta ruaj ose ta promovoj subjektivitetin e vet, dhe arsyeja e dytë është që në komuna dhe me lista të ndome ka gjasa që numri i asamblesëve të jetë më i madh, që nënkupton definitivisht impaktin apo rolin e bashkëpunimit ton në nivelet lokale, ku synojmë që të paktën në ato komuna ku kemi prezencë të krijojmë shumicën në bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Arsyeja që përveç domethënë këtyre dy çështjeve që i përmenda, ka qenë edhe harmonizimi i programeve. Gjithë e dinë që na si subjekt politik i takojmë qendrës, apo jemi subjekt liberal, përderisa lëvizja vetëvendosje është subjekt social-demokrat, gjë që në harmonizimin e vet edhe nivelin qendror, por edhe nesër në bashkëqeverisje nivelin lokal në komunën e Gjakovës, është
është vlerë shtune, është programi kompletun me gjitha aspektet e nevojave të qytetarëve. Ne bashkëpunimi jonë vazhdon, ne edhe gjatë pushates, domethënë kur kemi aktivitete të prezantimit kandidatëve të listës për Asamble Komunale, ftojmë edhe kandidatin për kryetar profesorin Ardian Gola. Kemi bashkëpunu në harmonisimin e pikave programore enkas për Gjakobën. Dhe një keni harmonizu programet? Definitivisht, dhe kemi gjetë edhe mirë kuptim, po të njëjtën kohë edhe vetë bashkëpunimi jonë për të paktën këtë mandatin e fundit me lëvizjen vetëvendosje i ka harmonizu gjatë qëndrimit sa kemi qëndru në grup, i ka harmonizu edhe domethënë ato vlerat tona të përbashkëta e që po besoj në qeverisjen e ardhshme lokale do të jenë vlerë shtuar edhe për qytetarët e komunës Gjakobës. Po. Zoti Tafarshiku, alternativa duket sikur lindi në Gjakobë, ndërkohë që në këto zgjedhje kandidat për kryetar ka vetëm në disa komuna, 2 apo 3 nëse nuk gaboj. Pa përjashtuar komuna tjera, sepse ka qenë zgjedhje e juaja, por në komunën e Gjakobës, pse nuk patëm kandidat? E thash, domethënë në aspektin Domethënë ishte pse doni të harmonizoni programet, nuk arritët të gjenit një person i cili do të përfaqësonte shumë mirë subjektin tuaj, apo ku ishte problematika? Jo, nuk është as çështje e mungesës personaliteteve që kishin mujt me e përpasu alternative në gora lokale për kandidatur për kryetar, nuk është as çështje e dallimeve apo qëndrimeve tona ndamas prej lëvizjes vetëvendosje, thjesht ka qenë një rrugtim i përbashkët, kemi diskutuar disa individ edhe alternativa, por që në fund jemi dakordu që lëvizja vetëvendosje me e propozu kandidatin për kryetar me mbështetjen tonë. Unë e kam bindjen që edhe qytetarët e mirëpresin, domethënë unifikimin për kandidaturën e zotit Gola, për shkak se edhe vota nuk e ndahet. Si arsye e dytë është që kemi të bëjmë me një profil akademik i cili është i hapur për çdo jo vetëm pikë programore, por për çfarë do lloj bashkëpunimi në nivelin etik, parimor edhe profesional. Kështu që e kam bindjen që me mbështetjen e profesor Goles do të arrijmë që në komunën e Gjakobës ta kemi një bashkëqeverisje model edhe për komuna tjera. Po. Kemi hyrë në javën e dytë të fushatës, sa po arrini votuesve tuaj, atë qytetarët me të cilët po bashkëpunoni, sepse secili subjekt synon të thithë sa më shumë vota në secilën parë zgjedhje, që ai do të votoj një asamblist, por në anën tjetër, kur është fjala për kryetar komune, do të votoj lëvizjen vetëvendosje. Sa po ju bëni qartë procesi, sepse gjithmonë procesi i votimit po na sjell të lashën në ditën e votimit. Qytetarët e komunës Gjakobës, veçmas paktën ato grupe dhe individ që jemi duke i taku çdo ditë, jemi duke ju bërë qartë që lista alternative se ka një numër ndamas, domethënë ka numrin 103 me 32 kandidat për asamble komunale. Vota për asambleistin apo kandidatin e kuvendit komunal nga alternativa nuk është votë kundër lëvizjes vetëvendosje, por është votë përkundrazi, përforcuese dhe mbështetëse për qeverisjen e profesorit Ardian Gola. Kështu që janë 2 pletë votime, njëna është për kryetar të komunës, gjatë që alternativa nuk ka kandidat vetin dhe mbështesim fuqishëm kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, ndërka që tjetra është me emrat e subjekteve politike, të cilat garojnë për prezencë në kuvendin komunal, e që alternativa edhe radhitur edhe në mënyrë figurative në listën e asambles është subjekti parë me numrin 103, pastaj janë 32 numra të 32 kandidatëve që mbetet në zgjedhjen e qytetarëve. Po. Do ta marrim tash më shtruar bisedën, sepse sot do të diskutojmë për platformën, programin, pikat, me që nuk keni kandidat për kryetar, ju takon juve të na tregoni cilat janë ato pikat kyçe
që Alternativa synon t'i realizojnë në komunën e Gjakovës? Gjithsesi që mungesa kandidatit, domethënë subjektit ton nuk na ka bo komod në atë aspektin që mos startojmë program ose mos kemi pika qarta konkrete sipas nevojave të qytetarëve të komunës. Unë kam këtu programin me vete. Ky program do të shpërndahet tek botuesit në fillim të muajit tetor. E kemi me qëllim e kemi lënë domethënë 2 javë të fundit të pushatës elektorale në mënyrë që edhe të harmonizohet me programin elektorati, për të njëjtën kohë dhe t'i mbajnë mend, domethënë pikat konkrete programore. Në aspektin e atyre rrymave më kryesore që programi Alternative si prek dhe që janë të diskutueshme edhe nga qytetarët e komunës së Gjakovës, padyshim ka të bëjë spari zhvillimi ekonomik lokal. E dim që ne sot nuk mund të premtojmë asnjë subjekt politik, po besoj asnjë kandidat në platformën e vet nuk mund të premtoj mira vendet punës ose rikthimin e bizneseve apo shoqërive aksionarës që kanë vepru dikur, por që mund të garantojmë lidhjen e qarkore së zhvillimit ekonomik lokal. Si do të bëhet? Si do të bëhet? Për shembull, e kishim rastin e vizituar një biznes në komunën e Gjakovës që mirret me përpunimin e xhamit. Edhe vet biznesi kishte arrit në mënyrë shumë shembullore me kriju, domethënë zinxhirin e zhvillimit ekonomik lokal për veprimtarinë e tij. Për shembull, ishte lidh me restorante për mbledhjen e qelçit, kishte siguru, domethënë ato kontinjert e posaçëm për hedhjen e qelçit dhe grumbullimi i tyre, përpunimi dhe sigurimi i shitjes, sa është një biznes i rrallë, është unik edhe në region. Domethënë edhe arritja deri te produktet prej xhamit si tavolina, ulse, pasada, pastaj mekanizëm filtrues i pishinave. Domethënë e ka bërë që një biznes me marrë shembull funksionimin e rrjetit të zhvillimit ekonomik lokal. Tash, unë përdu me nda se mundem më keq kuptu edhe në mas, edhe për shoh faktikisht deri me sot, që kandidat për asamble po i ngatrojnë elementet e ekzekutivit me përgjegjësinë që i takon, domethënë në aspektin e vendimarrjes në kuvendet komunale. Tash, unë përdu me nda rolin ekzekutiv, pikat programore të cilat na i kemi inkorporu edhe në programin e lëvizjes vetëvendosje, por që i kemi domethënë të veçuara edhe në programin ton. Për shembull, problematika kryesore e bizneseve, sidomos ato prodhuese, për shembull, industrisë së drurit, plastikës, metalit, tekstilit, domethënë është mungesa e hapësirave për operim. E kemi pas një fleksibilitet për parkun industrial që ka të bëjë me shfrytëzimin e hapësirave të metalikut Virgjinisë dhe një pjesë gjateksit dhe formimin e parkut industrial për operimin e këtyre bizneseve. Fatkeqësisht, qeverisja aktuale lokale nuk ka tregu vullnet, ose të paktën ka kriju një dilemë e cila ndërlidhet me disa hektar tokë të cilat janë planifiku për zonën apo parkun industrial amerikan, e që nuk ka qenë tjetër asgjë, domethënë më shumë se veç një hap pallço në vitin 2018, në atë kohën kur kryeministri ka qenë kryetari i Aleancës, e që nuk është zhvillu diçka më tutje. Po. Çka ka qenë këto roli? Roli ka qenë që ato prona, të cilat dikur kanë qenë pronë e Renikut, e që janë privatizu, domethënë më arrit me u shpronësu me parë shtetit
për individ që kanë pas akses të privatizimit. Thuaj. Përderisa i kemi sot, në hyrje Gjakobes, do më thonë në drejtimin e Prizrenit, i kemi gërmadhat që japin një shije një qytetit vdekun Gjakobes. Do më thonë i kemi pjesën e Virginis, pjesën e Metalikut, që me shumë pak investim do t'ishte funksionalizu sikur komuna të drejton të kërkesa, do më thonë përheqen nga lista e Agjencionit Privatizimit dhe marrin qop me qëra, qop me një vendim tjetër, do më thonë të qeverisë së Republikës Kosovës në mënyrë që të krijohen hapësirat e mjaftueshme për biznese. Kjo si e para. Si e dyta është rjeti i funksionalizimit të bizneseve, sidomos në sektorin e prodhimit. Një shembull, po ju marr, në komunën e Perizojit. Do të thonë, është kriju një pshati ton, është pshati mos gaboj Kreme, do të thonë që e ka përpunimin në industrinë e drurit, edhe prodhimin e mobiljeve, do të thonë atë funksionojnë diku 100 biznese. Për çka ne, komuna, mos tjetë ndërlis i sektorit, për shembull, Gjakubaniet për prodhimin e tekstilit. Do të thonë qop në burime njerëzore, ka ma shumë ekspert edhe qytetarë që kanë kultivu me vite, po të njëjtën kohë ka edhe lloje tjera të industrive për cilat shquhemi që kemi potencial të paktën njerëzor. Pse komuna Gjakobës mos me kriju një mekanizëm ndërlidhje të këtyre bizneseve, qop me, me sigurimin e hapësinave, qop me subvencionimin e drejt për drejt. A dini që në fondet për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, nga viti 2018, e kemi një shkputje donatorëve. Do të thonë kemi pas fondet e Helpit Gjerman, që e kanë dyfishu fondin e komunës në atë kohë për... Se vlerësoni se janë shkputur? Po janë shkputur se mendësia qeverisë që unë e bëj vetë, do të thonë edhe mendësia qeverisë se mos me pas mekanizëm pictures. Se Helpi Gjerman edhe organizata ndërkombëtare nuk ja krijojnë komoditetin asnjë kryetari, e asnjë qeverisë lokale, e aq më pak asnjë subjekti politik, me asiguru t'i grantin një biznesi topërt, një militanti, një instruktorit komunes, apo një familjari. Do të thonë qëto e kemi na problemin, nuk e kemi problemin që ka pas mungesë buxheti shpërndamjen e fondeve. Po mëre, unë e pajtona, kanë shpërnda fonde, kanë vazhdu, do më thonë grantet, po ku ja kanë jo? Do më thonë, në këtë aspekt, qytetarët e Gjakobës duhen me ditë, se në momentin kur kemi marrëveshje për bashkëfinancim të granteve, me çfarë do lloj organizate ndërkombëtare që ka mjaftueshëm që japin fonde për bizneset e vogla dhe të mesme, atëherë e kemi edhe mbikëqyrjen, e kemi edhe bashkëpunimin edhe vendimarrjen e përbashkët. Cilat mendoni se janë 3 nevojat urgjente që i duhen bashkëqytetarëve tanë, nëse alternativa do të jetë në kuvendin komunal? Spari u botim, edhe nuk e kisha zgjatë në këtë pikë, tema kanalizimeve për na shoqëron në çdo debat televiziv. Tashti ju ka kujtu kryetarit komunës pas 8 vjetë që duhet me ndërhyrë kanalizime. Kjo është si problem i mbar territorit komunës Gjakobës. Mos gënjet kush me thonë që kanalizimet në qytet janë në rregull. Të paktën mund për 8 vite radhasim kanë kontaktu banorët e lagjeve të Qabratit, bloku 3, pjesës ka stacioni autobusve, do të thonë ku ka pasë ndërhyrje në infrastrukturë, qop në rregullimin e shtratit Lumit Krena, qop në rregullimin e rrugëve, ka pasë probleme, do të thonë me kanalizim tek banorët edhe tek shtëpiat private. Që ato kanë dalë pas rregullimit të infrastrukturës, mendoni? Definitivisht, na edhe kemi ngrit disa herë në asamblenë komunale, edhe i kemi bërë edhe publike edhe përmes mediumit juaj, do të thonë ku qytetarët
ndoshta shtëpijat 50 vjeçare ose 60 vjeçare janë përmbys, domethënë me rreshje vetëm pas një projekti, pasi që u përfundu projekti. Kjo domethënë është si domosdoshmëri e këtu domethënë atë nevojën urgjente që e kanë zonat rurale për trajtim të mirëpellt të ujrave të zeza. Objektiva e dytë edhe më njëhershme është fuqizimi i sektorit privat, e thash, bizneseve private. Jam asamblesë, do t'jem, po besoj, me mbështetjen e qytetarëve të komunës Gjakobës dhe mund të garantoj në cilin do variant të rezultateve që do t'i marrim me 12 tetor këtij viti. Në mbledhjen e parë të Kuvendit Komunal në Gjakobë do t'inicioj, do të kërkoj plotësim ndryshimin e rregullores për taksa dhe tarifa, heqjen e taksës pa drejt ndaj bizneseve lokale dhe krijimin e një mekanizmi për zinxhirin e bashkëpunimit qoftë me bizneset si motra në diasporë, qoftë në qytete tjera, qoftë në veriun e Shqipërisë apo në qytetet shqiptare të Malit të Zi. Domethënë, në këtë aspekt jam shumë i sigurt që mund të bëjmë më tepër, edhe impakti i ekonomisë familjare në qytetin e Gjakobës të rritet. Si domosdoshmëri apo gjithsesi, domethënë objektiv për si e treta e këtij lloji, po jo me pak rëndësi, është funksionalizimi i 3 pjesëve tërta të qytetit, funksionalizimi i Bezistanit apo Kurrizit, rifunksionalizimi i pazarit të qytetit, domethënë si domosdoshmëri e qytetarëve, përmerrve, gjithë atyre që kërkojnë një treg të mirëpellt, dhe e treta është funksionalizimi i riciklimit, domethënë qoftë të mbeturinave në stacionin transfer Ali Ibra, qoftë edhe tash po i bjen si objektive 4, menaxhimi i parkingeve të komunës së Gjakobës, pronave që janë publike. Këto e kum ngrit edhe ka qenë propozimi imi edhe në mandatin që po lëm pas. Kompetenca t'i kalohet ndërmarrjes komunale stacioni autobusëve, në mënyrë që të kemi një menaxhim institucional të parkingeve publike në qytetin e Gjakobës, gjë që garanton hyra më shumë për ndërmarrje, rritje të numrit punëtorëve dhe menaxhim strikt, dhe ato mjete më shkojnë te individ që janë tapërt me pushtetin, po t'i shkojnë një ndërmarrje e cila fatkeqësisht gjeneron hyra shumë vogla, mos themi me zi e siguron mbjetesën edhe të atij stafi që e ka të angazhuar. Disa herë në asamble keni ngritur edhe çështjen e të hyrave nga urbanizmi, nga lejet të ndërtimit. Herë keni marrë përgjigje, e herë kundër përgjigje në një farë forme. Çfarë do të bëni ju se mendoni që do të jetë më mirë? Tash, në aspektin e ndërtimeve, jemi dëshmitar të asaj çka po ndodh në pothuajse në çdo lagje, edhe në çdo rrugicë, jo rrugicë të komunës Gjakobës. Shohim ndërtime të larta, shohim një zinxhir indirekt të impunimit për qytetarët që t'i dhurojnë shtëpitë për banesa, edhe tjetra është që shohim devijime, edhe pse harta zonale është e miratuar nga shkurti i vitit 2024, por që edhe ndërtimet që ndodhin edhe sot në vitin 2025 ndodhin me kushtet ndërtimore që ndodhin në vitin 2023.
Po mirë, nëse të gjitha këto ndërtime në komunën e Gjakobës janë dhënë sipas kushteve ndërtimore, siç e thoni edhe ju, para hartës zonale, ku është e keqja këtu? Është e keqja që nuk janë shumica e qytetit Gjakobës ka qenë në mungesë të planeve rregulluese të mirëpjellta urbane. Si e para. Si e dyta është që kushtet ndërtimore janë dhënë pa se kur nuk i plan rregullues, domethënë kushtet ndërtimore jepen në bazë të një hapësine që domethënë distancën e largësisë ka mbi 50 metra rreth atij objekti dhe në bazë të disa procedurave të debatit publik ta themi, e që nuk është debat publik, e din qytetarët më mirë se unë, nuk është debat publik një njoftim që del në një shtyllë elektrike. Ashtu e determinon ligji? Jo, e determinon ligji, ligji transparencën nuk e kupizan, patmirësisht. Domethënë, nëse një ndërtesë ka pas mu ndërtu në lagjen, po marrim shembull në bllokun e ri, ose në lagjen Qyll, ose në lagjen e Mollajës Suk. Domethënë, ekziston rrjeti social, ekzistojnë mediat lokale, ku qytetarët ftohen me jap kontributin, domethënë se ajo definitivisht shkakton impakt zinxhiror. Jo rastisht e thash, kryetari aktual edhe në paraqitjet në asamblee komunale e ka pranuar publikisht, edhe në debat me mua. Domethënë e ka pranuar që unë jam konë qaj që ju këmbot thirrje njerëzve hajde aplikoni për leje, ose hajde ndërtoni. E qysh, në çfarë forme ju ka bu kjo thirrje, po e llogaris, Eldita ki shtëpi individuale, edhe i jepet leja qinjit, domethënë dikon 7 kate ose 8 kate, edhe ati përballë i jepet 6 kate ose 7 kate, edhe cila varianta që të mbet. Domethënë mungesa drites, mungesa hapësines. Duhet i bashkohesh. Ajo ndjesia në kulpatjes, ti normalisht që detyrohesh me gjetë donator, ku është e kusht, me jap shpinë se është ambjenti pa jetueshëm. Mirë, çka do të bëjë alternativa? Alternativa spori do të fokusohet tek harta zonale. Na dim që në vitin 2024 është miratu, çush është miratu, na kemi qenë kundër. Gjithatë është në fuqi, është... Jo, është në fuqi, por është, domethënë nga viti 2028, lejohet plotësim ndryshimi i pjeshëm i 1% të hartës zonale. Dhe çka do të ndryshoni, cilat zona? Ato do të ndryshojmë, domethënë tek objektet apo tek hapësinat individuale, do ta shqyrtojmë, domethënë mundësinë e mos ndërhyrjes me leje të reja ndërtimi, spari. Styti do të fokusohemi tek objektet e trashëgimisë kulturore, tek respektimi i tyre. Mos të harrojmë kemi shumë objekte të cilat janë mbulu. Mos them edhe ju kanë hyrë në oborret apo në zonën e mbrojtur, domethënë janë mbulu prej ndërtesave të larta. Edhe së treti, do t'i shohim edhe destinimin e pronave komunale. E keni shembullin konkret, domethënë te parku i qytetit, prona që nuk po diskutohet, nuk e di arsyën pse, por po besoj që kam qenë mjaft i zashëm në asamblenë komunale e do të jem i zashëm për atë pronë deri në fund. Domethënë po diskutohet që haqse fuqizim ekonomik, çfarë fuqizimi kemi të bëjmë? Me e pal token për 99 vjet, për objekt hotelier, jemi të pol për hotel. Besa, tash, me leje ndërtimi, e me ato që pi proklamon operatori edhe në muret mbrojtëse, po del që aty ka dhe banim, ka apartmane. Tash, na nuk përdim atë efektin e vendimarrjes që kjo asamble që është aktualisht edhe sot,
E këtu shihet roli i asamblistave. Me e pol 1 hektar në qendrën e qytetit për asgjë, si kompensim vetëm për parking, disa automjeteve të komunes, dhe më thonë edhe ato parking nën toksor, është absurde. Mës me qenë, komuna në gjendje që edhe këti ka pronat në rregull, dhe më thonë, me hartu mekanizma që nxisin zhvillimin ekonomik, po me kompensim për këtë projekt konkret, gjithçka, do më thonë, leja është dhënë edhe këtë, çfarë do të bëni ju? Na kemi bo. Po, deri këtu e dim. Jo, përveç asamblesë komunale, jemi angazhu me shikullishmërinë në Ministrinë e Administratës Pushtetit Lokal. Pastaj, mos harrojmë që edhe ka tash varësisht prej destinimit, na jemi duke përgatitur edhe kallëzimin penal për kryetarin edhe për gjithë asamblesat që kanë ngrit dorën. Për çka? Sepse ata kanë botu një marrëveshje e cila shënon objekt hotelier. Tash, leja ndërtimit edhe çka po shohim në terren, po del që aty ka me pas qendër tregtare, aty ka me pas dyqane, aty ka me pas, dhe më thonë, apartmane. Qendra tregtare nuk ka të bëjë me hoteleri. Ndryshimi i destinimit. Ndryshimi i destinimit, edhe në momentin ku të kemi ndryshim destinimit, ende pa fillu themelet mirë, para mendoni që ka ndodhë pas 3-4 viteve, për shembull se operatori ka për 99 vjet, ose tjetrën e kemi, te banimi social, po ankohemi, edhe jo që po ankohemi, ka raste që janë pas 3 në komunën e Gjakobës. Nuk mund të bazohemi në statistika se kush i jep apo kush i procedon kërkesat individualisht. Le ta hapim një thirrje publike për aplikim për banim social, edhe le ta shohim numrin e të pastreve në komunën e Gjakobës. Mbi 250 familje. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur që objektin që ka qenë i destinuar për banim social, me pak fonde që kanë mujt me renovu edhe me adaptu për jetesën e mbi 25 familjeve, e kanë dhënë për hotel, prap. Edhe në këtë rast e kanë dhënë për 80 euro në muj. Qëro, llogaritni 80 euro në muj, as një kiosk i komunës Gjakobës nuk është dhënë. E lëre më një ndërtesë që dikuj ka 6 apo 7 kote. Tash, këtë përgjegjësi duhet me jap dikush. Qoftë në aspektin ligjor, në aspektin etik e moral është më ti me jap. Ju keni qenë asamblea, keni diskutuar këtë? Definitivisht. Dhe cila ka qenë përgjigjja? Përgjigjja ka qenë, për shembull, reagimi jam ka qenë që unë nuk du më bo pjesë e këtij turpi, edhe me marr pjesë me një botim, të paktën nuk du me figuru hiç në proces verbal që jam prezent në sallë kur ju ta qitni në botim 1 hektar të parku qytetit me jap për hotel. E ku maj qëndrimin tam, e ku mjap flasim fjalimin tam, për objektin e qendrës. Edhe te banimit social. Kundër ka qenë. Do thonë, ka qenë kundër, e kemi kundërshtu me krejt fuqin. Do thonë, ajo që ka në lejot njeve si asamblesë. Po, do të kalojmë të një pikë tjetër. Numrat e kanë bot veten. Po, kalojmë edhe të një pikë tjetër. Parkingjet vetëm i diskutum, infrastrukturën, urbanizm, a ka nevojë Gjakova për infrastrukturë ende ka, se e thatë që janë kanalizimin, ujrat e zeza, definitivisht, ka nevojë edhe për rrugë të mirëpjellta. Po. Mos të harrojmë që çdo projekt i ri, po dalim, po i monitorojmë edhe me kamera, edhe me bashkëbisedim me qytetar, të mungon trotuari, gjoja primare, të mungon hapësina për instalimin e ndriçimit publik, e aq më pak, domethënë ato shtresat e asfaltit përgjasojnë si projekte tashme që besoj i ka ardhur fundi me atë qëllimin me u buxhetu vitin e ardhshëm ose një vit më vonë. Domethënë na kemi projekte në Gjakobë që janë përsërit brenda 2 viteve. Si rrjedhoje mos kualitetit punimeve dhe si rrjedhoje aspektit domethënë të mbikëqyrjes.
a kemi nevojë Gjakoba për infrastrukturë, është gënjeshtare, posa nëse thuhet krejt rrugët e qytetit janë rregullu. Jo mëre, nuk janë rregullu. Nuk janë rregullu për shkak se niveli ose njëjtën kohë ki jap leje ndërtimi. Domethënë, hiç më larg se sot duke ardhur në syre e dëgjova një shpallje të këru Gjakobes që kishte defekt me një gyp të sjellë si rrjedhoi e mos kujdesjes një operatori që është të ndërtu. Që shqipen këto leje ndërtimi. Domethënë, ndërtuesi nuk e ka të sakt, ose nuk i bëhet e sakt. Ai ndoshta nuk e shikon sakt. Jo, nuk i bëhet e sakt. Domethënë, as ka përfshihet domethënë qërimi i rrjetit të sjellësit, as cili gyp është i rëndësisë veçantë, apo hiç pore. Domethënë, këtu kemi të bëjmë me një terren të cilën kryetari i komunës ju ka siguru disa operatorëve ekonomik që sot unë mundem lirisht edhe me emra me i përmend, po nuk du më rënë atë nivel për shkak se është shumë e dallueshme. Me realisten e kryetari për kandidat që i ka në partinë e tij, edhe ishe persona që mthirrën direkt me kompaninë ndërtuese. Edhe vetë ky fakt domethënë tregon që qeverisja, komunën e Gjakobes ka punu, domethënë për një klik caktune për sigurimin e lejeve ndërtimit edhe për sigurimin e infrastrukturës. Po, nuk është që kemi dëgjuar të kemi persona në dyshim të zyrtarëve komunal të cilët kanë shfrytzuar mito. Kemi pas 2 raste gjatë këtij viti, edhe kjo do të thotë që detyra nuk kryhet si duhet e disa zyrtarëve komunal. Si do t'i inspektoni, si do të punoni në këtë drejtim? Unë e kam parasysh që një kryetar komune apo një qeverisje lokale nuk e ka rolin e inspektorit. Natyrisht, ajo është në vedien e tij. Ti mundesh me qenë në një zyre dikon në katin e 2 ose 3, duke ushtru një funksion, e kërkimitoja mundet me të ndodhë katin e parë ose në katin përdhes. Edhe nuk do me thonë që për çdo akt, do me thonë me qenë në ndjeni. Por, çka mundet me bo një kryetari komunës, ose një përgjes që merr votën e qytetarëve, është reagimi me njëhershëm. Po këtu. E kemi mos harrojmë se po mundohet, edhe nuk e di pse, edhe në debate kështu publike që po janë, nuk e di pse nuk po potencohet ky pakt. E kemi një, ti themi, unë i them ende drejtar i urbanizmit, se të pakte nuk më pa një dorëheqje ose ndonjë shkarkim publik ti. Pra, nëse ka, mundem edhe me gabu, por ka ngel në kuadër zyrtarëve ose të kryetarit ose të atij sekretit kabinetit ti. I cili është i dënuar me vendim gjykatës themelore, e ka apelu rastin në gjykatën e apelit, edhe përveç kësaj i ka 2 akta akuzatira. Realisht, ushtrues detyre është aty dikush tjetër nëse nuk gaboj. Po normalisht, se në momentin kur ki arrestim, do më thonë, ajo në kuptoj që dikush duhet me ta ushtru funksionin. Por, publikisht, nuk kemi pa distancim të kryetarit nga drejtori i urbanizmit, për shembull. Çka do të bënit ju? Automatikisht, në momentin kur e ki një akt akuz për keqpërdorim detyre zyrtare, ose rasti ma i keq i mëndshëm, momentin kur arrestohesh, do të thonë, hapi me njëhershëm duhet me qenë pezullimi, edhe me dalë publikisht, edhe me thonë, unë mundë me s'me qenë një huri, po çka është në kompetencën teme, deri në sqarimin e pajisisë ose pa pajisisë ti, unë si kryetari komunës distancohem. Dhe kjo është vepra ma pak që mundet më bo. E lëre me shku rasti deri te
arrestimi, e mund bje keq shumë për zyrtarët e administratës që përfshihen, se askush nuk e vendos asnjë nënshkrim, asnjë procedurë administrate nuk vendoset pa domethënë kërkesën e prorit. Edhe në këtë rast, realisht se cili nënshkrim është i joti, ti duhet japësh përgjegjësi për Po veten. procedura Edhe nëse e prori, procedura domethënë ka të bëjë me 3-4 nënshkrime. natyrisht. Edhe në momentin kur e prori, hajdonin si zyrtar komunal pas na mujt me gabu. Për shembull i Pse e ka leju e administratës. prori? Pse e ka leju e prori? Edhe në këtë rast është zinxhiri i përgjegjësisë. E mu e mbje keq për punëtorët e administratës që kushto qopshin ata. Domethënë që u ardh niveli trajtimi të emrave të tyre me nivelin e trajtimit të emrave të personave politik që kanë pesha dhe përgjegjësi në këto procese. Po. Folëm për, domethënë, edhe që tendencën si me i marrë përgjegjësitë, si do t'jeni më transparent me qytetarët? Si do t'arrin ata deri në zyret e juaja? T'ken të drejtë, sepse është drejtë e tyre me shfaq se cilin problematik, por ju me i trajtu me kompetencë problematikat e tyre. Njëjtë siguri dëgjoni sot në fushat, i dëgjoni edhe nesër në qeverisje. Ekzistojnë shumë mënyra, e thash edhe më herët, patmirësisht, transparenca nuk është e kufizuar me ligj. Po. Unë po i shoh disa indekse që matet transparenca dhe dalin komunat e ndryshme, edhe krenohen thonë unë jam në vendin e dytë ose unë jam në parin ose unë jam në tretin, për diçka që është obligim ligjor. Tash, te çështja e transparencës, kemi kemi program të veçantë apo hyn në kuadër të administratës komunale. Po. Qysh inkorporohet në administratën komunale, spari çdo drejtori, domethënë në fillimin e vitit, përveç që ka obligim pikat e projekteve edhe të programit punës tyre 12 mujorshë, e ka për obligim që ato pika me i sjell te kryetari i komunës ose te mbledhjet e asamblesë si informat me proces verbalet e debateve që ka marrë me grupet të interesi. Na nuk shohim asnjë proces verbal. Të paktën nuk kemi publik. A dini çka ndodh me debatet publike në komunën Çakobes? Gjithmonë. Jo, Prej mas luftës, debatet publike kanë pas numër të vogël të qytetarëve. Pajtohem, por mos harroni që një kohë nuk kanë ekzistuar rrjetet sociale, një kohë nuk kanë ekzistuar mekanizmat që kanë bërë çështjen e informatës ma konkrete, edhe sot kur kemi të bëjmë me rrjetet sociale, kur kemi të bëjmë me media digjitale, domethënë është absurde me shku me hi syre në syre edhe me i thirr punëtorët e administratës, hajde ta bëjmë një numër prej 10 vetëve ose 12 vetëve, kisha kemi marrë debatin publik. Çka për sjell vlerë bre kjo? Domethënë nuk sjell. Debatet buxhetore që janë të obligume, tash e kemi buxhetin, domethënë mbledhjen e radhës së asamblesë komunale. A mundet një qytetar i komunës Çakobes ose gazetarët e juaj të rinit, nëse bojnë një holumtim, a munden me na tregu, domethënë cilat janë projektet kryesore zhvillimore të komunës Çakobes? Jo, sepse nuk kanë marrë pjesë, domethënë në buxhetimin e interesave të veta, sepse nuk janë ftu. Si do t'i ftoni ju? Na, në aspektin e thash, çdo drejtori në planin vjetor të punës vet duhet më ardh, për shembull. A do t'jenë ato takime në baza mujore, vjetore, javore? Debatet që janë ato janë të garantuara me ligj, ato dihet sa duhet gjatë vitit. Ekstra këtyre debateve, për shembull, drejtoria e zhvillimit ekonomik. E marrim shembull. Duhet me ftu komunitetin e bizneseve në momentin kur ka me hartu fonde për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
se bizneset munden me atë regu cili do me qenë drejtori i zhvillimit ekonomik, vështirësit për me plësu kriteret që i qatë komuna. E para, e dyta, turizmi, për shembull, kemi organizata ajo qeveritare, të cilat e promovojnë shumë ma mirë turizmin se sa komuna Gjakobës si institucion. Me inkorporu. Kemi për shembull te urbanizmi. A dini që kemi munges me trurin, do më thonë komunikimit me trurin profesional për çështje urbanistike. Kryetari i komunës e premton një liçe artificial, një ndërlidhje me 3 lumej. Gazetari jeni, përmendoj shumë e respektune, medium lokal jeni, vetëm ma tregoni si kundër argument, kur e ka majt një debat publik, kryetari i komunës, me arkitekt, me ambientalist, me, do më thonë, me njës tujrave, do më thonë, kur u zhvilluaj debat, që erdhe në konkluzion kryetari që unë në këtë vend, ose në këtë hapësirë, du me ndërtu liçenin artificial. Do më thonë, ki munges totale, sidomos për projektet milionshë, vetë ligji i prokurimit publik, e specifikon në çdo projekt që e ka lënë vlerën, dikun më zgabohem në Shqipër 160.000 euro të investimit, çdo organizat buxhetore është e obliguar me hap konkurs publik projektimi. Do të thonë mi projektuar e dikush, nuk do me thonë që Komuna Gjakobës duhet me ndërtu objektet e rëndësisë strategjike ose vendet ku janë pozitat më të mira gjeografike mund ndërtu në bazë shijes një personi. Po më qytetari mundet me ta jap ty boten ose ta ka jap besimin me qeverisë edhe me qenë në kryt një ekipe. A do të angazhoni konsulent të këtyre fushave dhe a ka Gjakova konsulent të cilët nuk janë të angazhuar ose janë pension ose që do të bashkohen apo kanë ikur në Prishtinë krejt? Jo, nuk mendoj përkundrazi, unë mendoj që padrejtisht grupe profesionistësh janë lënë anash e që sot jetojnë çdo ditë në Gjakobë. Unë kam pas rastin me 2 ose 3 prej tyre në aspektin profesional jo politik, nuk janë në subjektin tonë, do më thonë janë njerëz kredibil që mbajnë atë pavarësinë edhe atë rolin qytetar, të paktën për 2-3 projekte të rëndësisë veçantë. Do të thonë që mi kanë jap disa brejtje, ose mi kanë jap disa sugjerime e që më kanë pasuru mu në aspektin e paraqitjes edhe në asamble komunale dhe artikulimit kërkesave. Do të thonë kemi aq shumë Gjakova ka, sa që ajo koka aport e një prirësi që thot këto janë vjetë e mia, unë du mi bo bet, edhe unë du mi bo qysh du bet, në thonë këto nuk në aloj neve me primu lirshëm në aspektin e qëptë regullimit urban, qëptë zhvillimit ekonomik lokal, qëptë në hartimin e strategjive dhe projekcioneve, se nesër nuk mundet me qenë kryetari njëti. A i duhet me lënë diçka që, do më thonë, mund bashkëtohet lirshëm edhe që janë strategji profesionale. E jo me lënë barra për me ndalë punime, me qenë për gjykata, me tu, do më thonë, projekte, jo. Kjo nuk na duhet. Kalojmë edhe te fusha tjetër të arsimit. Çfarë ju premton alternativa mësimdhënësve të komunës Gjakovës? Ata vazhdojnë të kenë problem me kontratën kolektive, do më thonë janë pa kontratë kolektive. Lëvizja vetëvendosje është fituese e këtyre zgjedhjeve dhe ende nuk ka dalë me diçka konkrete për kontratën kolektive. Arsimtarët vazhdojnë të apadisin komunën e Gjakovës për kontratën kolektive të shkëputur një anshëm. Cili është veprimi i alternativës, me që thatë në fillim, po marrë guximin për këtë pyetje se thatë i kemi harmonizuar programet. Kjo është arsyeja. Spari për informatën e juaj, edhe gjithë opinionit publik, kontrata kolektive kanë qenë 2. Njëna është nënshkruar në vitin 2018, kur në qeverisje ka qenë pani,
dhe e dyta është ripërtrirë ose është shty në vitin 2021 në kohën kur qeverisja ka qenë apo e udhëhequr nga kryeministri Hoti. Tash në tekstin e përmbajtjes sa asaj marrëveshje, domethënë obligimet financiare ju kanë lënë komunave. Gjë për cilat në atë kohë e ki pas kryetar edhe kryetarin Gjini, domethënë kur në nuk s'ka kundërshtu. Domethënë se atëherë ka qenë kryetari i subjektit ti ka qenë kryeministër. E tash del në për çdo studio televizive, edhe në ankohet që për i del raporti i auditorit i kualifikuar. Kur në 2 mandate, do thonë nuk as komentin më të vogël nuk e ka qenë kundërshtim të asaj kontrate kolektive. Çka do të përmendoni për mësim? Jo, vetëm lejot lutem në mënyrë ta sqaroj për opinionin publik. Tash, çka ka ndodhur? Në 2 vitet, edhe në vitin 2019, edhe në vitin 2021, i është dashur bota mësimdhënësve. Edhe nuk janë dalë publikisht me thonë që na nuk e pranojmë këtë marrëveshje, për financat tona është e dëmshme, e dëmton buxhetin e komunës e tjerë që shpedin sot. Po ka dashur mi marrë mësimdhënësve botën, edhe nuk ju ka interesu për buxhetin komunal. Ato çka e ka ofru qeverisja e kryeministrit Kurti. Nga viti 2023, që prap asnjëri nuk del me e pranu ose me e specifiku, është që në kodet buxhetore të buxhetit komunal ju ka leju një kategori të mjeteve me e përdor komunat të vendimet e gjykatave. E për këto, komuna Gjakobës nuk ka bo as më të voglin ndamje buxhetore. Të paktën për vitin 2024-2025. E di që në vitin 2023, Ministri Financave... Ndërkohë të vendimet të gjykatave ka mjaftueshëm? Jo, ka vendimet të gjykatave, po nuk mundet vendimin gjykatës është, edhe kontrata kolektive. Po, fiks. Të paktën, do të thonë, planifiko buxhetin, që mos ta marrin nga një rrugë ose nga një investim kapital, planifiko të vendimet e gjyqësorit, edhe në kohën kur ta kit planifikune për 3 vite e pagun shumën që ju detyroheshin mësimdhënësve, edhe nuk i nevojë me dalë i kualifikuar në raport të zyres auditimit përgjithshëm. Do në riorganizim ju mendoni. Domethënë i bjen sistemim adekuat i buxhetit. Edhe sot na dalin edhe na vajtojnë që raporti auditorit po i del i kualifikuar. Raporti auditorit për informatën edhe të mësimdhënësve, edhe gjithë qytetarëve të komunës Gjakobës. Për 3 vite radhasi, komunës Gjakobës i ka shkaktu humbje milionëshe, investime si përjashtim i grandit performancës. Raporti auditorit është dalë i kualifikuar, jo vetëm për kontratën kolektive, është dalë i kualifikuar për tendera që i kanë jap, është dalë i kualifikuar për pagesa që i kanë bo pa u finalizu projektet ose pa ju arë pajisjet që i kanë porosit. E për një kërë shkelje tjera për cilat asnjëri nuk del me fol publikisht. E kështu që gjaja parë është që tash edhe nëse kalon buxheti, unë e di që prap nuk ka planifikim të mirëpellt të buxhetit për kategorinë e domethënë të përmbaruesve në këtë rast borxhet ndaj mësimdhënësve, por që në momentin e rishikimit në komunën e Gjakobës do t'i rishikojmë edhe do t'i përdorim gjitha kodet buxhetore që na ka leju Ministria e Financave për riprogramim. Edhe një herë për gjithmonë zgjidhet kjo problem edhe pastaj jemi të thjeshëm me bisedu tema tjera. Natyrisht. Alternativa a është pro apo kundër mësimit tërditor? Me thonë drejten, mësimi tërditor është edhe specifike në vete, në bazë të regioneve, në bazë të numrit nxënësve, në bazë të... A kemi ne ndonjë shkollë e cila do ta
do të na mundësonte zhvillimin e mësimit tërditor, kur dihet për hapësirat e menzës, hapësirat e aktiviteteve tjera, qëndrim deri në orën 3-4. Ajo që ka alternativa e parashe në programin e saj për arsim, se mbeta mangu duke e diskutu çështjen e pagave të mësimdhënësve, është qendrat e orientimit në karrierë. Qendrat e orientimit në karrierë munden me qenë mundësi... Nëse ke fjalën brenda shkollës, në disa shkolla janë, por ju mendoni po. Jo, qendra, domethënë të orientimit në karrierë të veçanta, të cilat janë një lloj i mësimit plotësues për ata nxënës që paraqesin talentet veçanta. Si mësimi jo formal. Po. Ama, t'jemi qartë. Domethënë, këto qendra do t'ju ndihmojnë së prindve, pastaj edhe strukturimit të profesioneve dhe lamive që kërkohen, në mënyrë që nxënësit ta kenë më të lehtë përcaktimin e tyre në nivelin e studimeve. Po, do dalë edhe këtu i përmendë studimet edhe për një moment më kujtun të rinjt. Ju vetë u thoni në Prishtinë edhe besoj që në baza ditore shini shumë të rinjt Gjakovës të cilët i kanë nisur studimet atje, janë duke i bërë apo dhe i kanë përfunduar dhe vazhdojnë ndoshta të punojnë profesion apo diçka të ngjashme. Si do të komunikoni me këta të rinj, veç shkurt lutem se kemi kohën shumë të limituar, jemi në fund, që t'i sillni edhe të shkojnë në Prishtinë, kryeqytet, të përfundojnë studimet, por të vinë këtu edhe ta bëjnë jetën pastaj, sepse është pak e dhimbshme kjo. Po, gjithsesi për shkak të kohës nuk mita mi elaboru, domethënë edhe projektin apo ato që na synojmë me realizu gjatë 4 viteve të para, dorë sot edhe 2 vitet e para të bashkëqeverisjes, është, kur e thash, funksionalizimi i bezistanit, se shumica ose oponent politik po thonë pronat private, po pronat private, domethënë me vendim të asamble, shpallen zonat interesit veçantë, shpronësohen edhe funksionalizohen. Për me lidh me student, për me lidh domethënë me student, na tentojmë që me fondet Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e që nuk janë pak, janë milionëshe, domethënë në aspektin vjetor, të rifunksionalizojmë inkubatorin e biznesit dhe të krijojmë hapësira për studentët, domethënë që diplomojnë në sektore të ndryshme, të krijojmë hapësira pa pagesë për themelimin e startupeve të ne. Domethënë, kemi kompani që janë online, kemi bizneset në teknologjinë informative, kemi bizneset tjera që janë edhe tradicionale, edhe që ngërthejnë në veten një art, një kulturë, në sot i kemi galerit ndryshme, i kemi në objekte me qëra. Domethënë që është absurd një artisti me s'me asigurut paktën për një vit, domethënë hapësinën e mjaftueshme të operimit. Kështu që përveç komunikimit me student, se qeverisja lokale ka për obligim me ditë sa student i kanë diplomu qytetit vetë, komunës vetë, në sektorin e marrim të dizajnit, sa student i ka me ekonomi, domethënë në baza vjetore. Tash, për me akoma ma shumë, për me mbështet, sidomos në fillet e para, domethënë të karrierës tëre akademike, themi, ne kemi mendu që në kuadër të fondit bursave, ta kemi një dasi për gjithë maturantet, domethënë të cilët tregojnë rezultat në testin e maturës, komunës Gjakovës. Le të stimulohen. Domethënë, kur komuna ta jep një stimulim si rezultat i suksesit, domethënë, sa do e vogël me qenë ajo shumë, ti ki me ndi rëndësinë tone që e ki për këtë vend, ose këtë vend, domethënë, si të shet ty, si të trajton ty. Edhe në momentin që kemi, nga gjenerata në gjenerat, kësi lloj stimulimesh, kësi lloj fondesh, mos të harrojmë, po them edhe njëherë, se krejt po i harrojmë në hamësu qeverisja aktuale lokale, me i harru krejt mundësit me donatore, me investitor, po kemi shumë organizata që japin fonde, domethënë për
student, për tri kreativ, që kanë ide inovative, dhe më thonë edhe kur komuna hyn garant, edhe bëhet bashkëpunëtor i një marrëveshje, atëherë suksesi do të jetë i garantuar. Do ta përmbyllim me një fjali këtë diskutim. Pse duhet votuar alternative? Alternativa duhet të votohet për 2 arsye. E para për të kriju shumicën e anëtarëve të kuvendit komunal në asamblenë e ardhshme komunale, dhe e dyta është për të japë bashkëqeverisje të kompletune vizionit të asaj çka është duke e paraqit profesor Gola, dhe arsye tjera të panumërta, u mundova në këto pak minuta mi elaboru, por që e kam bindjen që qytetarët e komunës Gjakoves po e shoh edhe një lloj heshtje, domethënë përgjithshme në aspektin e asaj që kemi mësuar për fushat elektorale. Ja mirë është duke shkuar. Jo, heshtja është e matur, është maturie e qytetarëve të komunës Gjakoves, se po besoj që edhe kandidat për asamble do ta kenë rëndësinë e përgjedhjes qytetarëve njëjtë siç e kanë kandidat për kryetar të komunës. Andaj për këtë mundësi jemi kujdesshëm me 32 kandidat në formën më të mirë, qoftë profesionale, qoftë bagazhit edhe institucional, t'ju ofrojmë zgjedhjen e duhur qytetarëve të komunës Gjakoves. Faleminderit shumë zoti Tafashiku, suksese dhe uroj t'i realizoni të gjitha këto projekte. Faleminderit juve për ftesën. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me zotin Ali Tafashiku, kandidat nga Alternativa për komunën e Gjakovës në Kuvendin Komunal. Mirëmbëjtje dhe takohemi në një tjetër diskutim. Natën e mirë.